Ju kam tregu që s'kam ambicie politike. Familja Ashori ju takon të gjithë shqiptarëve, po në mes të qenurit në pozita publike dhe profesionit që kam dhe pjesë e familjes që jam, unë i zgjedh këtu të tjerë. Runa zot, ndaj lufte civile, ndaj rreziku të madh kombëtar ku cënohet bërthoma e kombit ton, e vendit ton, atëherë kush jam unë mos me sakrifiku për këtë vend. Ama jo me kesh përdorur emrin e familjes së Ashorit. Në momentet caktuara do ta jap një prononcim. Domethënë nuk po mohoni që ka mundësi që mund të jeni njëri nga kandidatët me që gjitha partitë kanë pranuar. Por Valoni për Vox Kosovës, gazetar. Gazetori ku jeni? Vox Kosova. Vox Kosova. Shqani, ma shumë se gjithçka. Për mua, si Murat, është emri i familjes së Ashorit. Ajo është borë madhe mbi supe. Dhe unë nuk e kam të drejtën as morale, as profesionale me fut emrin e familjes së Ashorit në kalkulime politike ose për poste publike. Unë e kam një detyrë që ma shumë se profesion e ndi si mision edhe për shkak të gjyqit tem, prandaj edhe nuk kam dalë më prononcu. Emri jam sa i përket kësaj çështje është në vazhdimsi. Është përmend pra çdo herë që ka ardhur në pikpyetje emri ose çështja e zgjidhjes së presidentit gjithmonë emri im është përmend. E kam sqaruar atyne që kanë kërkuar protagonistëve politik, ju kam treguar që s'kam ambicie politike. Pra Gjoni, em të tjerë. Unë kam menu sa kam përfaqësuar dhe jam pjesë e familjes së Ashorit, që familja Ashori ju takon të gjithë shqiptarëve dhe të gjithë janë të tonët. Pra pa dallim bindjeve politike apo besimeve apo ngjyrave të tyre. Sepse sakrifica është bon për që ata. Jemi në liri, jemi në demokraci, sigurisht që gara politike është krejt e natyrshme, se që thot një mendimtar, për demokraci të reale, partitë politike janë fëmijët e demokracisë. Për demokracitë ideale, atër janë armisht e demokracisë. Po na s'kena demokraci ideale, kena demokraci reale. Prandaj edhe du të me i pa me qëtësy si fëmijët e demokracisë, po falenderit gjithë atyne që unë përkrajnë edhe që mendojnë që unë jam personi adekuat, po në mes të qenurit në pozita publike dhe profesionit që kam dhe pjesë e familjes që jam, unë i zgjedh këtu të tjerë. Se dhe zoti Kurti tregoi që ka qenë vizitë jo, prandaj deshta me të pyet se edhe partitë politike nuk po arrin me gjetë një emër me që Vjosa Osmani nuk e ka siguruar ende numrat. Po tash, partitë politike ose politika, nëse përkthehena në gjuhën tonë të bukur shqipe i vjen menaxhimi me punë publike. Pra, ata që dalin në zgjedhje e kanë për obligim se marrin besimin e qytetarëve edhe marrin taksën e qytetarëve. Pra, në politikë jemi i menaxhu këto dy gjëra. Dhe ata duhet me gjetë zgjidhje për këtë punë, sepse e kanë besimin, e kanë edhe taksën e qytetarëve. Shkurt, nëse shihni që ka ngësh, domethënë nuk do të hezitoni ta pranoni një pozitë të tillë. Vetëm në gjendje të jashtëzakonshme, runa zot, ndaj lufte civile, ndaj rreziku të madh kombëtar ku cënohet bërthoma e kombit ton, e vendit ton, atëherë kush jam unë mos me sakrifiku për këtë vend. Pra unë jam gjithmonë i gatshëm me gjithë fëmijët që më ka folë Zoti me sakrifiku për këtë vend. Ama jo me kesh përdorur emrin e familjes së Ashorit për pozita personale. Pra çdo duhet me kuptu opinioni që. Pa ledoni që është kesh përdorur dikush nga partitë politike? Jo, ata po shprehin gatishmërinë e tyre, ata po shpresojnë këtë çështje, unë i falenderoj që ata na besojnë ose mbesojnë për pozitat e tilla, por edhe ja u kemi bën të qartë ose ja u kum bën të qartë se cilat janë arsyet pse unë nuk e vaj. Sepse mbi supet e mia rëndon një borë më. Dhe këtë zguxoj me fut në